Gjykata kushtetuese në gjendjen më të dobët të saj, kreu i dhomës avokatisë Vlorë Durim Bajrami referohet kërkesës së Unionit të Gjyqtarëve për interpretimin e pagës. Gjykata kushtetuese është maja e piramidës së gjyqësorit në vend dhe nuk mund të shqyrtojë çështjen e pagave për gjyqtarët. Ndaj dhe sipas Bajramit dhe reagimi i kryeministrit për këtë çështje ka ardhur në një moment kur sistemi gjyqësor ka dështuar, referuar hartës së re të gjyqësorit dhe në kohën kur vendi ka sot gjykatën më të dobët kushtetuese. Po, jam në dijenit edhe të reagimit të kryeministrit të Republikës së Shqipërisë mbi kërkesën që ka bërë Unioni i Gjyqtarëve, i cili është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim të ligjit. Në fakt, shiko, në plan të parë dhe unë jam kundra kësaj kërkese që ka bërë Unioni i Gjyqtarëve, sepse e konsideroj gjykatën kushtetuese si majën e piramidës, si një mbrojtëse të kushtetutës dhe nuk e di që gjykata kushtetuese duhet të interpretoj pagat e gjyqtarëve. Gjithsesi kjo ngelet për të parë se në ç'formë, në ç'mënyrë është bërë kërkesa e Unionit të gjyqtarëve. Për sa i përket pastaj se si do të veprohet dhe reagimit të kryeministrit, kjo është pak e vonuar, do thosha, nga kryeministri, sepse tani e ka kuptuar kryeministri në çfarë derexhe ka rënë sistemi gjyqësor shqiptar. Tani e ka kuptuar kryeministri që ne kemi gjykatën kushtetuese më të dobët në historinë e shtetit shqiptar. Nuk kemi pasur ndonjëherë gjykatë kushtetuese ne në nivelin më të ulët profesional. Por këto gjëra kryeministri shqiptar duhet i kishte parë që në momentin e krijimit të ligjit për funksionimin e gjykatës kushtetuese, që në momentin kur filluan të emëroheshin gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, kur shkonin betoheshin te noterët gjyqtarët antarët e gjykatës kushtetuese dhe aty duhet ishte shqetësuar për mënyrën e funksionimit të ligjit dhe të antarëve të gjykatës kushtetuese. Është mënyra e gabuar për ta kërkuar shtesën e rrogës tek gjykata kushtetuese. Pastaj, për të diskutuar se sa dhe si është paga e gjyqtarëve, po të më pyesësh mua të japun mendimin tim personal, duke ju referuar të gjitha pagave në Republikën e Shqipërisë, duke ju referuar pensioneve që marrin pensionerët në Republikën e Shqipërisë, pagat e gjyqtarëve, që jo pa të drejtë, por janë në shifra astronomike. Tani, po të shikosh se sa i shkon paga një gjyqtari në muaj dhe po të shikosh se sa është pensioni minimal në Republikën e Shqipërisë, nuk do t'i flas me shifra sepse është të vësh duart në kokë. Pra, një pension minimal shkon diku te 100 euro. Situata në të cilën ndodhet sot gjykata kushtetuese erdhi dhe si pasojë reformës në drejtësi, një reformë që sot ka dështuar sipas Bajramit. Shiko, kjo erdhi si pasojë reformës në drejtësi. Duhet të pranojmë faktin që kishte nevojë për reformë në drejtësi. Absolutisht, ne kemi qenë plotësisht dakord për reformën në drejtësi. Por duhet të pranojmë faktin që reforma në drejtësi dështoi. Dhe është emergjente që duhet të mblidhen prap faktorët për ta diskutuar se si mund të shpëtojmë, si mund të dalim nga kjo katastrofë ku është ka të ndisur sistemi gjyqësor shqiptar. Bajrami është ndalur dhe mbi reagimin e kryeministrit mbi një çështje të tij që ka zgjatur plot 7 vite. Një reagim që sipas Bajramit vjen në momentin e dur, kur dhe vetë kryeministri duhet ta kuptojë ku ndodhet sot sistemi gjyqësor. Sinqerisht jam kënaqur kur e dëgjova. Jam kënaqur sepse kishim arritur në atë pikë që nuk kishim më zë, si ai zëri në shkreti që flet dhe pastaj të mbaron ai zë. Dhe kjo erdhi si një rufe në qiell të hapur që reagoi vetë kryeministri shqiptar për një çështje të tij që i kishte shkuar 7 vite, që në fundit është një çështje që atij nuk i ka shkaktuar asnjë kosto personale, asnjë dëm. Dhe thash me vete, po ky u habit për një çështje që i ka shkaktuar 7 vjet, i ka shkuar 7 vjet dhe nuk i ka shkaktuar asnjë pasojë. Ndërkohë që ne kemi qytetarë shqiptar që janë drejtuar gjykatave shqiptare, që janë në listë pritje për të gjykuar, që kanë afat 10 vjeçar dhe nuk janë gjykuar akoma dhe kërkojnë për të përfituar pensionin minimal 100 euro. Pra, kjo është nga një anë më gëzoi
reagimit ti dhe unë i thash me të drejt bëra një 2 statuse në për këto rrjetet sociale dhe i thash mirë se erdhe në realitetin e drejtësisë shqiptare.